Sasaj për këtë gjysmë finales dytë, unë mendoj që është gjysmë finale jashtëzakonshme. Është gjysmë finale me dy kombëtarët që une i kanë favorizuar prej fillimit që janë favoritat kryesorë për me marrë edhe këtë kompeticion. Edhe është me këtë që janë në gjysmë finale. Për çfarë arsye? Kemi një Francë e cila që të opinioni jem pajtimit që llogaritet pa diskutim që është kombëtare e cila është favoritje kryesor, duke llogaritë që vërtet është jashtëzakonshme në gjitha aspektet, me shumë alternativa, do sidomos dy qendrat e mbrojtjes që ka një ndër më të mirë në botë, Saliba apo Upamecano janë dy qendra më të mira për momentin në botë, e ka një mesfush shumë të fortë fizike, po kur dalin këtë pjesa e sulmit atëherë është vërtet është e pamirë. Unë nuk di kombëtarët cila mundet me rezistu atë universalizmin e llojshmërisë që e ka brenda për brenda, duke filluar prej thash Olise, Dembele, mbadej Ndue, Barcola, cili luan pastaj Mbappe, gjithë këta, une është e pakontestueshme që është mirë po, e kemi në Spanjë, që askush nuk e ka favorizuar për shumë arsye, por unë i besoj shumë për këtë moment ka mas pak të lojtar emra, lojtar cilët e bojnë diferencën, absolutisht që bojnë diferencën në këtë moment duke llogarit Portugalin, duke llogarit Francën, por është kombëtare e cila e bën të rrezikshme dhe ka treguar deri më tash identiteti i sajna. Është kombëtare e cila përkundër asaj që nuk ka yje, e ka një Lamine Yamal që mendoj që ende është i ri për me tregu potencialin e vet. Ende s'ka ka një Pedri dhe një Rodri që është i kthy që po. Tjerë ka lojtarë më shumë rezerva, Orzabal e ka Daniel më shumë është rezervë, nuk është kombëtare plot me yje, por kombëtare që ka identitet.